tendencë për të marrë gradualisht për të zurbu kompetencat e pushtetit lokal dhe për ta kthyer pushtetin lokal në një gjep të qeverisë. S'ka rëndësi ku qeverie, por kjo duhet ndalet me këtë reformë. Dhe nëse diskutojmë për të përmirësuar diçka, ne fund për çfarë jemi mbledhur, se është duke bënë një reformë që ka identifikuar disa probleme, dhe ato probleme hajde të mbyllim. Nëse janë disa probleme, kjo është reforma për ta bërë. Në pamje të parë deklarata e Pjeri Ndreut në Lezhë se pushteti qendror po merr nga pak kompetencat pushtetit vendor, mund të duket si një reagim i zakonshëm politik, por në thelb ajo është më shumë më tepër. Është një sinjal alarmi për mënyrën se si po funksionon shteti shqiptar. Sepse kjo nuk është një ankesë e izoluar, është një realitet që po ndihet në çdo bashki. Pjeri Ndreu ka mandatin e dytë si kryebashkiak i Lezhës e njeh mirë realitetin. Reforma territoriale u shtit si një hap drejt decentralizimit. Bashkitë u bashkuan, u fuqizuan në letër dhe u premtuan për më shumë autonomi. Por çfarë ndodhi në praktik? Sa më shumë koha kalon, aq më tepër vendimarrja po kthehet në qendër. Kryebashkiaku e tha hapur dhe pa ndrojtje se pushteti qendror po na rrëmben pushtetin në bashki dhe se jemi kthyer në zbatues të porosive që vijnë nga Tirana, pra nga kryeministri Edi Rama. Projektet e mëdha vendosën nga ministrit, fondet shpërndahen nga qeveria, prioritetet përcaktohen në Tiranë, ndërsa bashkitë, që duhet të jenë institucionet më pranë qytetarëve, mbeten shpesh në rolin e zbatuesit, dhe këtu lind problemi. Nëse një kryetar bashkie nuk vendos dot për zhvillimin e territorit të tij për interesat kryesor apo për shërbimet bazë, atëherë për çfarë po shërben pushteti vendor? A nuk rrezikon të kthehet në një administratë që vetëm firmos vendime të marra diku tjetër? Sigurisht, pushteti qendror ka argumentat e veta. Ai flet për standarde, për kontroll dhe për shmangje abuzimesh. Dhe në një vend si Shqipëria, ku jo të gjitha bashkitë kanë të njëjtin nivel kapacitetesh, ky argument nuk është pa peshë. Por problemi nis kur ky kontroll kthehet në dominim. Kjo sepse demokracia vendore nuk është thjesht një strukturë administrative, por është një parim. Vendimet duhen të merren sa më pranë qytetarit. Dhe kur ato zhvendosen gjithnjë dhe më shumë drejt qendrës, atëherë ky parim dobësohet. Ironia më e madhe është se këtë kritik nuk po e bën opozita, por një kryetar bashkie i së njëjtës mazhorancë me qeverinë. Kjo e bën deklaratën e Ndreut edhe më domethënëse, sepse nuk është një sulm politik, por një reflektim nga brenda sistemit. Editoriali Koha Jon.